Programet e kategorisë së parë, destinuara për të gjithë publikun. Teleshikues të nderuar, mirëmbrëma, jeni me mua Bindira Sherifen në edicionin tonë të radhës të emisionit Mesnesh, me që tash çdo qytetar është ende i fokusuar në frymën e këtij muaji, ne ende po mundohemi të sjellim diçka dhe të japim një shije këtij muaji të Ramazanit. Sot Mesnesh dhe në studio un kam një ndër ilahistët më të mirë të vendit tonë, besoj që e njeh dhe nuk ka nevojë për një prezantim shumë. Kam kënaqësinë të kem Yasin Bajramin. Faleminderit, mirësia është e juaj. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë për juve. Do folme shumë shkurt që vitin 2017-2016 gati si fëmija pa ta fillu pim 5 vjeç. Gati më duket të kam një video 5 vjeçar kur jam kone kam pas një ilahi. Po më shumë ditë që jam në për rrjetet sociale, jam gati që një 4 vite që shtone. Po të shku, me të kallëzu drejtën, fillim s'kemi pas shumë mi e kushtu ilahijeve, po kur e këshish mi rrethin, se me grup isha atëre, prim fillim që e kam fillu ilahijeve, isha me grup, me rrethin tem, dhe me thonë me shëqi. Dë njerë mendojshmi, apo ja vlen, as për ja vlen. Apo bëhet mirë, as po bëhet mirë. Po, elhamdulillah, ja nisëm pak me video TikTokit, me të kallëzu drejt. Një video me një shok të nejt një dit, edhe po ma ban, o vla, se s'pe shuzën zanin tanë, për më shumë rrjete sociale. Po thash, nashta kina sukses, nashta nuk kina. Kije barem bën e tëndën. Okej. Ja fillum një video, elhamdulillah dhezi shumë. Qaj video dhezi shumë. Të vazhdu, dit për dit, një dit gati nuk e lishmi pa bo një video për TikTok. Në TikTok, masin na hecke mirë shkushmëria, vazhdum edhe në Instagram. Në Instagram, të na hapëm në Instagram. Pinë TikTok të na vishin djekësit, po një vish. Në Instagram të na fillu me postu sigur në TikTok, njëjtët postime. Masi u bo Instagram i mirë, vazhdum edhe në Facebook. Tash të hecë, elhamdulillah, bash mirë hecke. Shumë mirë. Unë desha të di në fakt, a fillove talentin të ta shfrytëzosh direkt në ilahi, apo ndoshta ke nisur me muzikë të thjeshta, apo prej fillim për diçka që të flan më shumë në shpirt? Në moshën 11-12 vjet, kur ja nisa pak ilahijeve pak më shumë me kënu, shoqëria më bajshin pse s'pehem muzikës. Se muzika me folë realitetin më shumë pare. Çashtu ne e di. Thesha jo. Nashta ka ma shumë. A më thash ma pak ma shumë vlerë. Për muje. Jo po hec ma shumë, kije sukses ma shumë, kije njofësi. Njofësia thash nuk më duhet. Thash jam mirë me Allahun, thash që mu e më takon ma shumë të këtë dunja. Po, si të ki hajrë vazhdaja. Thash s'kam, thash unë kam njësë me ilahia, qaq. Po, me këshira realitetin, ilahije unë ja kam po hajrin. Dhe me thonë tash nuk është esenca mos me dhonë. Për me dhonë dush me hec të para. Me të kallëzë drejtën unë s'kisha. Prinder vetëmi për moshën 13 vjetë, për ja pata njësë punës, si kamarjer 13 vjetë sefte, ja pata njësë edhe mudhimshin partë atere. Se të unë i prindve nuk i lipsha pare, atëre nuk i lipsha. Po ilahijeve nuk jepsha për ilahija, se të isha nashta. A ke bo klipe nga po që atëre, gati, që 5 vjetë nashta më zgaboj, 4 vjetë, 3 vjetë, që e kam njësë me klipa me bo. Masi pak u njihja në publik, masi u shpërndajt e ka mos, atëre 2020-2019 që shto, për atëre janë njësa vetëm me klipa të ilahijeve. Ma shumë, ta na kishmi
kishme ma shumë thirrje në për ahengje, në për darsme islame, në për sinetije. Të desha të di, çfarë lloj ahengjesh shkoni ju si ilahist? Vendet ilahia dhe me thonë, ose darsme islame, bëhet pa muzikë. Bëhet me Kur'an edhe me ilahi. Kush don tek don, ama për më bëhet atmosfera pak më e madhe, edhe pak më e lezetshme, bëhet me ilahia. Kurani a qetësimi i shpirtit. Ai nuk ka fjalë. Po ilahia për me bëhet pak atmosferën pak më shumë, është ndarshme islame, sinetije, kështu, në fejes, unë ala se kam bon sefte. Po, me kalimin e kohës Se përket xhamive, unë kam parë disa video tuat ku ti je me hoxhallar që... Po, në për xhamia, me të kallëzu drejten, ma shumë ti, kërë bona rrjete sociale, ma shumë për me dalë, mu ma harun bile do emrin. Ma harun do emrin, të më thonë, Hoxh Efendi, se mu më shifshin për herë me hoxhallar. Edhe mu më thëshin do hoxhallar nuk ja vlen ti me të thirr Jasin. Jasin e ki emrin e mirë shumë. Dhe me thonë, me këshirë emrin Jasin, dhe me thonë shpirti i Kuranit. Më thonë Jasin të e ki zani, këti kije. Ama alhamdulillah, si cilën xhami, 20 vjet i kam bërë, si cilën xhami, shka të shkoj në për Katum, në për Evropë dikon, unë e dhe rënd qele kam. Hala pa hin xhami, vet ose pinjoni xhamatli, nëse nuk më një hoxha, çohet në një xhamat, Hoxh Efendi ka mundsi Jasinin, ilahistin ose muezinin ka mundsi me bën muezin ose dën ilahi, më na i bën pak më atmosferë. Nuk ka fjalë, kur nuk ka fjalë, nuk bëhet fjalë. Hoxha më thonë mua, jo nuk bën, s'ka ndodhur unë asnjëherë, ama për më respektu, hoxhallar më kanë respektu maksimum. Dhe më thënë e ke marrë për krajin? Po, maksimum. Është do, jo. Se tash përkëshirë si cili interesin e vetë. Jo pse i ri, jo pse ma shumë po din, jo pse kështu, po e kam këshirë drejtimin tem. Vetën e kam... Pra dhe në xhamia ekziston kjo konkurrencë? Po, në xhamia, me të kallëzu drejtën xhelozia. Xhelozia. Është një vend aq paqësor për të pasur si lloj ndjenjash negative. Po, elhamdulillah, kur po him në xhami, ti nuk duhesh me pas xhelozi me vllahun tan. E vërtet. Kur e këshirë dëni tri, ose është një ri më shumë se më i ri se unë atina ja shpërndaj, nuk ka problem për mua, mos ta bëjmë publik, jap edhe për më shumë me hecë, se të para se vetë e di që kam hek. Ama shumica e dove jo. Me të kallëzu drejtën jo. Xhelozojmë pse ki zanin më të mirë, pse ki me shku, unë mos me shku. Allah i dasht, e kam hecë rrugën teme gjithmonë. Le të themi që ti e cike që je vetëm një 20 vjeçar dhe nuk është që tash të rinjt janë as shumë të fokusuar nga ana islame, apo shpirtërore që i kushtojnë rëndësi ilahive, pjesës së Kuranit e këto gjëra. A mendon që për ty ishte e vështirë shkakun që nuk, le të themi, nuk e ke pasur për krajin e duhur në fillim, apo ndoshta ishte e lehtë me që nuk ka edhe shumë të rinj që janë në profesionin tënd, le të themi, nuk janë shumë ilahist? Me tregu drejtën, në fillim që shkam pas shoqëri, tas shumicën nuk e kam. Se ju kam kushtu në ma shumë fejës islame. Ato... Këtë bëri të largohesh nga shoqëria? Po, unë si largohesh apo ato vetë kishin qefë mu largu për unë se nuk i konvenojke. Nuk përshtatesh? Po, nuk i shkoj këse unë i thësha një e ditë në xhami, një e ditë me lexu Kur'an, një e ditë me bo ilahije, me bo kështu, ati nuk i konvenojke. Pra të rinjve nuk është që sot kanë interesin aqë shumë? Jo, unë prej shumicave muj me thonë bile pak i naivë, pse i thësha pse s'po ven me mu në xhami. Po, jo po du me dal, jo po du kështu, ani me vëllau, edhe pi atere, ama alhamdulillah, sot jam falimderues për Zotit, edhe për shoqërisë që më kanë përkrahur gjithmonë. Sa, le të themi se tash ti fokusuar më shumë nga ana islame dhe i drejtohesh më shumë Zotit, sa përshtatesh me të rinjt ose sa e frekuenton jetën e të rinjve, le të themi të dalërat nëpër lokale, dhe çdo gjë që bën njëri në ditët e sotit? Unë muj me të thonë, në për kafi që ashtu të Kumanovës, a hi një muj, a 2 muj nëherë në për organizon. Se unë e ma shumë ti që që kanë lënë tash fjallën të kafja plegjve. Po ma mirë që ti mu po më konvenon se s'po ka shumë edhe muzikë. Po më konvenon, edhe muzika shumë. E për ata dhe shoqëria pak mu kanë largu. Pse s'po një ki kështu, pse kështu,
edhe e kam vazhdu, do me thonë udhën teme. A ndjesh se ndoshta je i mërzitshëm për shoqërinë, apo ti je në rregull me paqen që e ke me Zotin? Shumica kur ti foli, do me thonë, si nuk ban shumë me tepru për Islam, po kur çka e di e tham, çka nuk e di shuj më mirë. Kur i kam folë do shoqënive se më kanë gu gjithmonë shoqënien që e kam pas në shkollë, në të mesmen, më kanë dëgju kitë, do me thonë, më kanë respektu shumë. Se unë isha ma shumë të i përhapt në për rrjete sociale dhe më dëgjojshin kejtë. Po kur folë që unë, njani nuk më dilke me parë, do me thonë, fjallat e para. Do me thonë, e pitit që unë e mohabetin, më njerë janë nishin dhe një fjallë tjetër. Ama me më respektu, më kanë respektu. Tash shumica janë skanar me muhe. Do me thonë, ju ka pëlqi ma shumë ti jeta tjetër. A do, elhamdulillah, janë ku janë, mirë janë. Apet jam që ato shoqërie me ata. Cilat janë aspiratet e tua ose qëllimet e tua një jetë ashtë si 20 vjeçar? Çka planifikon të bësh me të ardhmen? Apo do të përqendrohesh vetëm ilahistë? Unë nashta punë tjetër muj me bo. Punë tjetër muj me bo. Amo ilahien deri sa vdes nuk e nali. Ilahien kur se nali. Nashta e kam dinarin e fundit e kam gjep, që të shka i kam, njerë, dherë, ja për ilahi. Se ja kam pa hajrin, edhe më shumë. A ka përfitimet të mëdha nga ana financiare? Përfitimet më të mëdha, për veti po foli, për i klipit, nuk fiton shumë. Se tash, pikije 40.000 djeksa, specek mi sa çmimin, po nuk fiton qatë shumë. Po fitimi më shumë të që është, kur ti je, dhe me thonë, i thirrë dikona për darsme islame, në për sinetije, në për xhamia, në për mevluda. A shfrytëzohet kjo pjesë si biznes? Biznes s'muj me thonë. Dhe me thonë unë çmimin shka e kam, në për darsme islame, vetëm sinetije edhe në darsme islame në i çmim. Në për mevluda, në për qelime, në për xhamia, nuk në i çmim. Ose dhe njëherë ndodh, jo ndodh, për shpesh herë më kanë ndodh në për darsme islame, në për gjitha anët, më kanë thirë, qatë shpikam, qatë shpodohet, qatë s'pomuj ma shumë, qatë sa kije ndërë, qatë shmuem 10 euro, mu s'mi intereson paja. Mu m'intereson vetëm njerëzimin ta kam i tije. Nesër, mas nesër, një selam, një alikum selam. Ma shumë nuk duone, se parja është vetëm një letër, a fjalla po jetë gjithmonë. E kështu që nuk e kam këshirë gjithmonë parën, po, elhamdulillah, pak qëto 3 vitet e fundit, Zoti ma sjellë edhe një njeri Mërgim Gashin, menaxherin, shkam më përcjell, shkam mëson për ilahien, për trilerët, për klipin, për krejt që shdohet tek dohet, për tekstat, krejt për atina unë i kam. Tash do më thonë të shfrytëzon këtë pjesë, tamam si një lloj muzicienti, cili ka karrierën e vet muzikore. Po. Është e njëjta gjë. Po. Sa të pëlqen fama të cilën e ke? Fama, se do e cekin fansa. Fansa. Unë kur, dhe me thonë dhe një shokit ose dikujna mi thonë, ti e fansi jemi. Ata nuk e kam pasë me kur me rak. Kur. Se kitë jemi njerës, kitë jemi njëjtë. Nga kush ke më shumë shikojshmëri dhe dëshmëri? Nga cilat vende, apo mendoj? Atë përpra më shumë vendi unë, apo vendet e tjera? Shikojshmëri, dhe me thonë, kije edhe nga Kosova, nga nga Kosovës, kije edhe nga për Evropë, në Zvicër, kije në Gjermani, në tonë kije, po muj me thonë, në Kumanrovë, dhe me thonë, shkam njofin pak ma shumë. Pak ma shumë. E vërtet, me qire. Po si fillova pak me dalë rrjete sociale, ta në filloj ki hala ma shumë në për Evropë me shku. Dhe me thonë, si jam nalë, qatë sa kam pas mundësi, po alhamdulillah, ka pas shoqëri që ma ka hek edhe udhën. Vetëm me pa mu e mirë. Veç me pa mu e mirë, me thonë, Allah hetse, suksesin tanë, Allah i ta ka ndorë, ti veç më sunalë. Unë nuk jam nalë asë njerë. Se do shumica më dhejshin mos e s'ki edhe shumë harp ilahijeve. Qatë sa kam. Po, që kemi nevojë, po këtë pjesën tjetër, nuk është që kemi nevojë vetëm për muzikë. Jo, valla, se unë... Dhe gjëra të shprenuara, le të shuajmë kështu. Normal. Kë e ke si inspirim më të madh, ose kush të motivon më shumë, kush të suporton më shumë, të mbështet më shumë? Ti kush që ndjesh ti falimderues? Unë falimderues edhe çak
E falenderoj shumë Mërgimin, Xhaxhi Mërgim Gashin, ku jam sot, aja është këtë shkak. Se aja më ka mësu qysh me hec, qysh me bon, e dhe me thonë krejt. Këtë më ka mësu qysh me, dhe me thonë, mës me tepru edhe shumë me ilahia. Shumë me tepru me ilahia, se nuk i bon është njerëzve, dhe me thonë, ta cekmi do sadno. Nuk i bon është. Po atë sa ma aktiv, dal nga dal, ma mirë është për tije. Dhe me thonë se tash kur ta bajnë shti punën e një klipit, nuk është esenca vetëm një tavolinë edhe një karrike ta ndojsh. Nuk është. Po aja do zbukurimin e vetë. Dhe me thonë për me të dhes pak më shumë, klipi, ilahia jote, dhe me thonë për me pas budget, për me bon tjetër një ilahi. E kështu që Mërgim Gashi më kanë ndihmu zakonisht që ato ilahia që i kam në YouTube, krejt se shkaku i atina janë. Qish më ka mësu, qish më ka eduku, krejt. Por islam mu s'm ka kallëzu kurkush, dhe me thonë, s'muj me thonë kurkush, po prindrit, alhamdulillah, më kanë mësu, edhe unë e kam qu fjallin atime deri në fund, edhe deri sa vtesën e atë fjallin e qoj. Amo, shka është një punë, se rreth unë alhamdulillah kam, po që ato shka pidu, s'po më vinë, dhe me thonë mas meje, e po mi morin do njerës, shka nuk mi do zemra. E shti qish me bo ata në me fjallë, s'po më kuptojnë, ma mi i kështu, e me të kallës drejten i kam lanë kejt. Pra ti ke pas edhe si qëllim të marrë shoqërinë tënde me vetën Po. të gjërat. Kam dashte ma shumë ti sellin për xhamia, me të kallëzu drejten. I kallëzisha pak për fe, çka disha. Se s'muj me thonë tash jam teolog apo hoxh, shkurtimisht. Po çata shka e disha, ja u thojsha. Po çata shka e u thojsha, ma dëgjojshin deri në fund. Edhe çata ne ma përmendshin sot e kësaj dite ma përmendën atë fjalën që e kam thonë unë atime në shkollë ose para do vjetëve. Cili është një mesazh që mund t'i japësh qenë në këtë moment tash të rinjve? Unë shpesh herë edhe shoqërive, edhe krejtve, mund me thonë botës, mi kushtu më shumë ti fejës islame. Nashta është pak zor me mojt fejen, se thojnë da është letë, nuk është letë. Nuk është letë me mojt fejen. Botën që po jetojmë sot është ndër më e vështirë. Se shumica e moshës teme, shumë pak janë që po shkojnë për xhamia, për ku është çish me thon, ku është vendi islamik. Ku është vendi i shpirtit. Çati s'po konvenon. Po unë kisha lut më shumë ti më kushtu fesë islame. Leni fjalët e hallkut, ta themi. Fjalët e hallkut, leni këto muzikat, muzika ka pare. Muzika ka pare. Se fjala e parë kur e pata bo pak që shtregova parzit, kur e pata bo ilahien e parë, më pata shujt leja ilahien më njerë. Leja ilahien mase e ki tri lerët mirë, hinë në për talava. Kije ma shumë. Jo. Edhe pak, elhamdulillah, ma shumë t'i kam pas sukses. Po, sot dhe kësaj dite, unë hala ju foli krejtve, jo veç shoqërive, krejtve, ju foli, ju thamë, ma shumë t'i o vlla, nëse kije pak vakt, një orë be kije në ditë 5 vaktet, një orë mi mledh, një orë e kije. Më fali që ato vaktet, e shes se trupi jëtë sa i lirë ashtë. Trupi jëtë kime pa se, o jasin se shumë i lirë për jam me trupi tem. Të dush më konë falimderues për Zotin njëre. Pastrosh shpirtërisht, shumë, se më kur të lezojsh Kurani, dhe me thonë kitë stresi shka e kije, dhe me thonë edhe shka e ki bon punën e ditës sodit, e haron. Në shpirtërisht ilaçe dhe medikamenti i duhet. Krejt, dhe me thonë se konsiderosh kitë në Kuran, edhe kitë emrët e Allahut, emrët e pejgamberëve, krejt, dhe me thonë qetësosh. Amo shumë pak, se mu është, dhe me thonë, shokë që i kam, më thonë një e ditë jasin, shumë ashtë pak me gjithë njeri si kur ti. Në ditët e sot me e vërtit. Të rinë... Mu që ta më thonë sa herë, dhe me thonë shti, nuk e lifdojnë e vetën, po shumë kanë thonë mu e njerës, shumë kanë thonë, dhe me thonë më kanë thonë shumë pak, më shumë tonë e 20 vjetë që je,
shumë pak mu i mi gjetën e si Ka ti me të njerës fëllërisje. ndalt. Shumë. Do me thonë, një dit jam i njeri sabërli. Sabër shumë bajnë. Do me thonë, ai që ka banë sabër fiton. Amo, shka është esenca se s'po janë shumë edhe mirë. S'po janë bashk do me muhe. S'pin konvenon. S'pin konvenon. Me folë realitetin, s'pin konvenon. Pak, shka me bon tash. Po, alhamdulillah, unë s'jam nalë kur. Fjallën e njerëzve kur se kam dëgju. Nashta kur jam kon pak ma i ri, si kam di do punë. Do punë si kam di se sefte. Kush më i kem folke, kush më i kem mësojke. Ama kur nisa pak me dit, me mësu. Kur e këshira vetën se ku jam, kur ju kushtova ma shumë të fejës islame, ma shumë se nësë me thonë pin moshën, unë jam falë pin 7-8 vjetë, ama nuk i kam falë, dhe me thonë këtë vaktet. Nuk i kam falë. Këtë vaktet që i kam falë, mu i me thonë pin 13 vjetë që shtone, apo pin 14 vjetë. Nështë tam ka hik, abdi nuk i kam kushtu, dhe me thonë, shumë fejës islame, dhe me thonë me ditë ma shumë. Abdi me vetë një njëra, apo dhe një hoqa, dhe një dikan, jo. Me të kalëzu drejten, jo. Po masi ja njësa pak ilahijeve, se me ilahija sën hit gjenet. Në ta din këta me ilahija, jo, me ilahija në gjenet sën hit. Se ilahija është vetëm është një mindim që rri pak edhe njeri mërë e ndryshon. Ama jo, dikush rri qatë në formë. Dhe me thonë se nëse i di ato fjallë e ilahijeve, dhe me thonë e kujton atë fjallën që e ka kënuaj i nderumi. Ama jo, tash ma shumë të përdojnë, ma shumë atmosferë me pas, në për muzika. E vërtit, fatësisht. Me këshirë realitete, ma shumë të po këshirën ku është pak disponimi pak ma i madhë. Ne le të themi që fatmirësisht jemi në këtë muaj dhe pak në këtë muaj kthehemi në anën shpirtërore dhe vetëm në këtë muaj ndoshta ju kushtoj më shumë rëndësi Zotit dhe besimit tonë, gjithë që ndoshta është e keqe, po të paktën le të mundojmë këtë jasem për mua ishte shumë kënaqësi që të në studio. Unë uroj që ti të kesh suksesin më të madh dhe të meritueshëm që do. Amin, inshallah, faleminderit. Dhe të uroj gjithë të mirë. Je një shembull shumë i mirë për të ndjekur për të rinjtë, kësaj përket anës fetare dhe shpirtërore. Faleminderit. Shikues të nderuar, kjo ishte tëra çka unë kisha përgatitur për juve sot. Faleminderit shumë dhe ne do të shihemi në edicionin tonë të radhës. Lumet në kush puna vjen dhe shumë të mira puna bjen, kush imanin puna i shton, Ramazan o fatian. Kush imanin puna i shton, Ramazan o fatian. E mirë serde Ramazan, ti e gëzon gjdo musliman, që një vjetë malin kam van, në akşam me bajnë iftar. E mirë serde Ramazan, ti e gëzon gjdo musliman, që një vjetë malin kam van, në akşam me bajnë iftar.